Kthehemi në studio, diskutojmë tani për politikën dhe drejtësinë. Është bashkuar me ne avokati Romeo Kara. Avokat, shumë faleminderit që jemi. Faleminderit ju, Gjoj. Ne si të bisedojmë. Unë po e nis bisedën me çështjen që është bërë, po themi, objekt debati sa i takon zhvillimeve në zgjedhje dhe jo vetëm, edhe për raportet me Shtetet Bashkuara. Shoh që ke një kontratë në duar, kam përshtypjen është kontrata e lobimit Partisë Demokratike. Çfarë ka bërë përshtypje nga pjesa juridike? Duket një kontratë. Kontratën kemi ditë që kemi në dorë dhe e lexojmë me gjithë dokumentacionin shoqërues të marrë nga fara, pra është dorëduar prandaj. Por nisem nga lajmi i fundit që ka rëndësi për ne, por ta vlerësuar pasaj kontratën duke udhëtuar pak në kaluarën e kësaj kontrate. Nga një pohim që ka bërë Dje Berisha, që ka thënë, ne nuk kemi palë në kontratë, ne si PD, por palë në këtë kontratë, për cilën bëhet fjalë, për shumën 6 milion total, me $250.000 në muaj, me Continental Strategy, po palë, thot, është fondacioni, thot, dhe ne jemi palë në një kontratë tjetër me La Civitar. Tani, duke marë, në që se ka 20 faqe, unë i numerizova që në faqen e parë. Palë, Continental Strategy, dhe palë tjetër, Democratic Party of Albania. Dhe thua më poshtë, në paragrafin 7, çfarë është? Dhe të kuadrati Foreign Political Party, aty është bërë me X, pra është një parti politike e huaj. Dhe personi... Ata thonë që ne marrim, përfitojmë shërbimin, por s'jemi pjesë e kontratës. Tani t'i lem to, ta që dhe në fund. Personi i titular i palës, i cili kontrakton Continental Strategy, Ramon Noga, Secretary General of Democratic Party of Albania, personi fjalë. Në këtë funksion, ka kontraktuar Continental Strategy. I kemi të gjitha pjesët, apendikset të gjitha. Prapë në faqen 5. Pala e huaj, se bëhet fjalë për farën, kur regjistrohen të gjitha aktet agjentëve që merren me aktet të huaj. Democratic Party of Albania, në rubrikën 4. Pra rubrikën 7 është diçka më ndryshe, se këta sqarojnë ndër nga dalë të gjithë situatën këtu në këtë formular. Foreign Political Party. Pra bëhet fjalë për Partinë Demokratike të Shqipërisë, që është partia e huaj në Amerikë. Nuk ka s'bëhet fjalë fare për fondacion. Titullari prap Ramon Noga, Secretary General of Democratic Party of Albania. Edhe në faqen 10, kemi të njëjtën gjë. Dhe kjo kontratot, që ndronë mbi në rubrikën 4, mbi lidhur me këtë agent, pra me Continental Strategy, dhe me këtë principal, pra me këtë palë që merr shërbimin dhe ka lidhur këtë kontratë, që është prap ajo e mërsipërmja. Tregohet edhe çfarë shërbimi është kryer në lidhje me të kontratë, bile këtu është dhe me datë, edhe me tekst, që është kontaktuar me Dan Huller, shefin e stafit të Marco Rubios. Dhe çfarë është folur, paka shumë qëllimi, çfarë është folur, e kemi në djathtë. Dhe klienti thot, për klienti thot, tu, registered sent articles to Deputy Chief of Staff of Policy Dan Huller to inform him about the client to the Democratic Party of Albania. Në këtë bisedë, pra klienti, se principal është dhe klienti, i kosishë, po ata që e din, është i qartë në gjuhën juridike kontraktore. Kemi edhe diçka në fund, që edhe po shkryp po të gjithë të pretendim, që mund të bësh publiku, nuk e di pse po nxitohen dhe po i bëjnë të pretendime publike, ku klienti thot,
lidhe me kompensimin në faqen 18, nëpërmjet garantorit ti, pa klientin i parë mënyrë dhe garant dhe për garantorin, pra nëpërmjet garantorit ti, shall pay the firm a monthly retainer of $250,000 në muaj. Pra duhet paguaj klienti nëpërmjet garantorit. Pra këtu garantori ka thjesht një pozicion që nëse nuk kryet pagesa, teknik kalimit parave. Dhe marrin përsi për këtu, që i kam bërë të gjithë deklarimet të rregullta. Dhe ka dhe i person tjetër që i ka marrë, ka firmosur për gjithë formularin. Pra që s'ka probleme ligjore të tilla, janë të gjitha dhëna të rregullta etj. Dhe në fund, additionally thot, the firm will invoice the client each month. Firma do paguaj një shumë do çdo të muaj. faturoj klientin çdo muaj. Pra Partinë Demokratike. Dhe është nënshkruar nga ambasador, sa ata mbajnë titullin sa jetojnë, Carlos Ruilo dhe Flamur Noga. Nuk e kemi fare palen, pra për edhe në shkrimi të Flamurit, ja ku e kemi... Kam përshtypjen është pak më poshtë firma e garantorit. Nuk e di nëse kemi... Nuk ka një firmë tu nga garantori në këtë letter of engagement që kemi këtu, nuk ka. Engagement Agreement for Democratic Party of Albania. Okej, pra ju thoni që... Dhe e thot në kokë. We are pleased you have decided to engage Continental Strategy LLC, the firm to provide lobbying service, government relation consulting to Democratic Party of Albania, the client. Që në kokë, që në preambul të kësaj. Pra, këtu dhe vazhdojnë, whereas the beneficiary of his engagement, në klapa, client shall be the Democratic Party of Albania. The main opposition party, etj. Tani, ne këtu kemi të qartë, që këtu klient është Partia Demokratike, pavarësisht për sikletin e vetë, për sikletin e Saliut, është edhe të saj për çfarë e ka bërë, por kemi një prononcim të djeshëm publik të rreshëm që tregon që e kanë humbur qetësinë, nuk kanë zbatuar mbasi porosi të mos prononcohen, duke qenë që ju ndaloi komplet fushata dhe stopua këtu. Dhe për mua prandaj kam mbaruar fushata dhe kam thënë dhe e them, tu mbaroi fushata e PD-s, fabula e saj për të riarur pushtet dhe për dashur për të kaluar lumin provizorisht, Saliu ka bërë një interpretim nga paktën në publik me pasoja për veten e tij. Paktën në publik, në moralin publik, domethënë e goditi deri në fund qëndrimin që donte të mohonte të paktën me heshtje. Mirë, më lejo të përfshijmë bisedë dhe kolegun gazetar Ermal Peçi. Ermal, shumë faleminderit që je me ne. Doj kënaqësi. Nuk e di nëse dëgjove ligjërimin e avokatit, citoi dhe element. Si? S'ka më audio nga Ermali. Okej, regjia nëse mundet që të na dëgjoj dhe nëse unë dëgjoj me kufje. Ermal, çfarë të bën përshtypje nga po themi parashtrimi i avokatit, por gjithashtu dhe opinioni yt për këtë çështje? Është një kontratë goxha e shtrenjtë, a mund të ketë rezultate pozitive apo negative? Shko, Gjoj, duhet kuptojmë që kjo fabull është krijuar apo kjo kontratë është lidhur ku në momentin që në gjitha media, në momentin që shumë prej edhe analizëve, shumë prej segmenteve politikë të zotit Berisha, artikulonin publikisht që non grata ka rënë. Fakti që kjo kontratë tashmë është bërë publike, fakti që kjo kontratë tashmë është ka qërturuar në çdo duar, në çdo media tregon që ajo se çfarë ka bërë Sali Berisha dhe besuarit e vetë është një mashtrim për demokratë. Ata duhet të jenë sinqert me demokratët, duke qenë se ka 12 vite në opozit, duhet të jenë të sinqert me qytetarët që thonë ose non grata nuk ka rënë, dhe ne po punojmë për ta zbërë atë, ose duhet mbaj një regjistër tjetër. Jo të thonë non grata ka rënë, dhe në anën tjetër paguajnë $6 milion dhe e kam me kontratën 750.000 euro. Ajo se çfarë ndodh me gjithë këtë situatë politike dhe nga ana ligjore, avokati e shpjegoi shumë mirë dhe mbi gjitha avokatit koha i ka dhënë të drejtë për disa prej çështjeve që ai ka ngritur,
Duhet kuptojmë që kjo e penalizon në këto momente, Gjoj, sepse gjitha ajo fabull që ishte ngritur që tashmë nuk grada ka rënë, tashmë që marrëdhëniet janë stabilizuar me çështjen apo me ardhjen e Trumpit, kemi parë që është komplet e ndryshme. Kemi parë që asgjë nuk ka ndodhur siç ka pretenduar zoti Berisha dhe grupi i tij apo besnikët e tij politik, por pamë që këta tashmë deri dje luftonin me flamujt sovranisë dhe sot duan të blejnë me para mbështetjen e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo tregon edhe një tjetër mos koherencën e tyre. Kjo tregon që gjithë betejën e tyre që kanë bërë deri në këto momente, sepse kur ne analizojmë jo vetëm për qytetarët shqiptar, por duhet kuptojmë që djata sot që ne flasim, Gjoj, ka pësuar një divizë apo një skizëm të madhe mbi këto parime. Marrëdhënien me partnerën ndërkombëtar, marrëdhëniet me dhe mbrojtjen e SPAK-ut dhe gjithposhtë pra shtetin e drejtësisë, dhe po edhim dhe pjesën listat e hapura. Po qëndrojmë të dy këto që janë më fokus. Dhe kjo ka sjellë një ndarje akoma më të thellë të Partisë Demokratike. Pra zoti Berisha me gjithë narrativën e vet, jo vetëm nuk e bashkoi Partinë Demokratike se mbi këtë premisë erdhi, por dhe Ankronsheja i cili e mbështeti publikisht momentet e para dhe qëndronte pranë zotit Berisha dhe ai u largua. Pra sot që flasim në opinioni publik e di shumë mirë dhe demokratët dinë shumë mirë që zoti Berisha jo vetëm nuk e ka bashkuar Partinë Demokratike, por e ka përçar akoma më shumë dhe kjo përçarje Gjoj favorizon vetëm Edi Rama. Avokat, sa i takon, po themi anës ligjore, unë jam i bindur që në rast se ka palishmëri, nuk besoj do t'ju shpëtoj hetuesve amerikan, të pak natyre jo. Dhe në aspektin politik ju e quani, po themi, të mbyllur fushatën, por në rast se ka një element pozitiv, për shembull një takim Berishës se një vizitë është përfolur. Këto janë ëndra, po janë element konkret. Besoj dhe nëse do të kishën një takim, duke parë këtë skandal, ku ky takim tenton të blihet me 6 milion euro, nuk besoj se në administratën Trump sot kemi sharkimin e këshilltarit sigurisë. Po, Wolci. Po, mund të shkojë ambasador në KB, por nuk është më këshilltar sigurie. Nuk ishe vizitën me avion për Michigan. Pra, nuk besoj se ata janë çmendur dhe të mos kenë këshilltar të tillë, i bi të shkarkojë këshilltarin Trumpin, nëse ja çojnë pa ja thonë. Ky person po përflitet për një super skandal dhe që nesër mund mbaj pasoja juridike të rënda. Ai mbase jo, po stafi i tij, zëvendësi i tij. Kjo video e civitat bëri përshtypje avokat? Jo, pastaj ta them me civitat. Video tregon domethënë që civitat kështu e shef. Nuk e beson atë që thot, është paguar për të thënë ato fjalë, të cilat nuk i beson, pasi ai e trajton ndryshe klimën politike në Shqipëri, do vinte fare në mënyrë diskrete, po këta kanë dashur reklamën, emrin si person avokat i Trumpit, këtë lakuan dhe tentuan të qasen, bile të marrin edhe pjesë nga karakteri Trumpit, pra nga fuqia Trumpit, nga kauzat e Trumpit, se u hodhën direkt. Avokat të e kanë bërë gjithë, për shembull Rama bëri foto Obamën në rrethana jo shumë transparente. Basha shkoi mes të fushatës për Trumpin. Nuk është në këtë pikë, që Rama ka bërë lobim edhe fotot e Bilalit e të Ismailit, nuk e diun çfarë ka bërë atje, ne e dim. Që ka bërë Basha me fushatës me Basha, po nuk se ka bërë ky, se ka bërë Isoj. Po dhe po them, do të jemi më të qartë, parat nuk të qenë këti. Që ka bërë Meta, po dhe që është mburë për të punë. Problemi është shkelje, kaq të hapur në lidhje me lobimin, nuk kemi parë asë në ligjin Amerikan, prandaj duke qenë që është kjo, krijohet një ndek i madh moral dhe për të takuar politikisht, po dhe ligjor. Se kur fillojnë hetimet, aty ka filluar zhurmë gjatë. Fakti që The Guardian provokon lasivitan dhe i përmend Shqipërinë, tregon që zhurma ka filluar me kohë. Ky përkrah çdo forcë politike ose çdo klient që i ofrohet. Këtu përkrah me demek të djathën si Trumpi, atje përkrah liberalet në Australi. Ky shkon aty ku paguhet. Dhe ky e tha, unë nuk jam për lobime, e mohoi lobimi fillimisht lasivitar. Këtu doli që është lobim. Por nuk lejohet lobimi në Amerikë,
kundra vendimeve ekzekutive. Kjo është shumë e rëndësishme, se i hyn në korrupsion. I bie që politika amerikane s'ka integritet dhe del tani Berisha me Mulnokën dhe e blen me parat që kanë. I bie që nesër këta të emërojnë dhe presidentin Amerikë, kështu, po ju hap dera kësaj pune. Ka një procedurë, ka një integritet politika amerikane, sado që duket sikur është politika e njerëzve që kanë interesa të mëdha etj dhe mund të prekin dhe disa parime. Kurse në Shqipëri nuk është deklaruar. Këto para do të kalonin nga një numër llogarie të Partisë Demokratike në Shqipëri, të deklaruar të njohur dhe nga Ministria e Drejtësisë, ku është regjistrimi, nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe nga gjitha aktorët e tjerë shtetëror. E dyta është kelur pragu. E treta, ky është një fondacion me 3 familjar. Dhe nga çfarë tha sot drejtuesi i fondacionit Patrioti Seci, mojnë vesh që mund të kemë pasur lidhje më të hershme me familjen Berisha, se foli për ndihmën e autikëve, me kë e ka bërë, në mirë kujt e ka bërë. Pra, mund të jenë për mua, krijohet bindja, këto janë para të pa denja për të deklaruar. Nga e marrë të para. Kjo shumë e pa shembull në historinë e lobimeve në Shqipëri, në Amerikë. Pra, është kontrata më e madhe e mundshme e lobimit deri tani dhe vetëm për këtë arsye ata do ta jetojnë. Pra kanë një filtr. Kontrata të kësaj shumë ata jetojnë. Avokat, po pse është bërë pra të dalin të thejtë? Për të vënë vetulla dhe nxorën syt. Doni patjetër kompleksin me Amerikën ta zhbojnë, e dyta këta e dinë që pushtetin pa Amerikën e kanë kot. Dhe kanë menduar se me para s'kan rrugë tjetër, vetëm paran, argumente s'kan. Po të kishin argumente, e kishin nisur për kaq kohësh. Edhe ne do t'i llogarisim këtij personi parat në përgjigjet në Angli, në Francë edhe në Florida djalit vet. Janë akoma, mendoj, disa qindra mijë, mos të miliona euro, pound apo dollar të tjerë. Atë çfarë bëhet shumë ne? Kjo shumë trondit çdo njeri. Me çfarë morali do vi ky të heqë Ramën edhe ministrat e tij Hajdut? Me çfarë morali? Që këti nuk i mbarojnë parat. Ku i gjeti parat? Ky zotëria që thot e kam zmardhuar shtëpinë vetëm 40 metra katror. Edhe ata ka shumë. Se shumica shqiptarëve në udhëheqjen e këtij i humbën shtëpiat me Sudën, me Xhaferin e me Kamberin. Pra kush e beson këtë që ky nuk është për mua personi më i pasur me punë të zeza të pista në Shqipëri, bilioner, pra paguar për te logjikës të tregut të lobimit, një bilioner i tillë që për mua mund të jetë pengmarrësi më i madh i fateve tona sot. Për të arsye ne do të shohim si është e vërteta, të cilën Berisha ka lajtitur dhe duke munduar ta fshijë, po na zbulon më tepër. Okej. Ermal, si e pe deklaratën e La Civita në një reng që me sa duket ishte bërë nga disa gazetarë të huaj, tha që nuk prisja një publicitet aq të madh në Shqipëri. Si e lexove? Gjë kjo lidhet edhe duke që tash në fjalët e La Civita në atë rend që kishin bërë që unë e pashte The Guardian, tregon në fakt që vetë La Civita është habitur për marketingun e madh që i ka bërë politika apo Partia Demokratike, konkretisht zoti Berisha. Në anën tjetër, po të shikoni në fjalimet apo fjalët e veta, zoti La Civita ishte i bindur që në Shqipëri mbështetja pro-Amerikës është shumë e madhe. Dhe në anën tjetër, ai vetë ka qenë shumë i kujdesshëm në një intervistë ka pasur me gazetarin Blendi Fevziu për ta përcaktuar që këtu nuk vjen si përfaqësues i zotit Trump, nuk vjen si përfaqësues i Departamentit Amerikan të Shtetit, por vjen thjesht si njeri i cili është konsulent. Dhe konsulent Gjoj, unë e kam thënë vetë kjo, se cili prej nesh mund të ketë mundësi ekonomike, mund të lidhë një kontratë fitim kurse shumë madhe me zotin La Civita, i cili mund të vitë ta konsultoj. Por ajo se çfarë tregon kjo reng apo kjo kamerë e fshehgjoj, lidhet me dëshpërimin që e ka kapur zoti Berisha dhe Partinë Demokratike. Ata që deri dje flisin me tone të ashpra, mund Shtetet Bashkuara të Amerikës, që flisin me tone të ashpra kundër ambasadores Kim, që ngritën në qiell flamurin sovranist, sot shikojnë dëshpërimisht se si ti gënjen qytetarët, se si ti gënjen demokratët, duke të thënë që Amerika ne po na mbështet. Pra me pak fjalë Gjoj, ata
në 4 vite apo në 3 vite që kam përdorur këtë diskurs politik, tashmë po vinte tezat e zotit Basha, i cili ka thënë që një parti demokratike duhet këtë marrëdhënie shumë më mira me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra në gjithë koherencën e tyre, dhe pse e kanë sulmuar nga mëngjesit e ndarë zotin Basha me shumë të pavërteta, sot vinë tek esenca, tek thelbi i politikës, sepse në përgjithësi Gjoj, mejhanet mediatike dhe politike mbushen në kasheteme. Por akti i mefillt politik dhe ajo që e diferencon politikën sot në marrëdhënien ndërkombëtare, sepse ne nuk mund të jemi izolatrik dhe nuk mund të jemi të shkëputur nga bota. Sot Partia Demokratike e ka të nevojshme marrëdhëniet e mira me partnerët strategjik. Askush prej, më falë dhe diçka Gjoj, pa të ndërprerje, shkurtimisht. Ne kemi sot që askush prej ambasadorëve më të rëndësishëm, ne nuk kemi parë një vizitë zyrtare që veti kush ta vizitoj apo ta takoj zotin Berisha në Partinë Demokratike. Dhe askush nuk vet se si kjo mbyllje, ky bunkerizim i zotit Berisha dhe duan ta shesin me disa takime sporadike që bën zoti Berisha disa zjatje duarve që tashmë çdo gjë shtyhet. Jo, ne po shikojmë që non grata nuk shtyhet, që qëndrimet e partnerëve strategjik si Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë Madhe nuk kanë ndryshuar, pra për ta zoti Berisha deri në këtë moment që ne flasim, gjelet përsëri non grata dhe nuk duhet më të gënjen qytetarë dhe nuk duhet shtypin fabula për të krijuar këtë kymnajën dhe për të krijuar një imazh tjetër që nuk ekziston brenda Partisë Demokratike dhe zotit Berisha. Mirë, Ermal, nuk e di nëse mund të qëndrosh me ne edhe pas publicitetit, nëse ke kohë gjithmonë? Do bëj maksimumi, sa të bëj një telefonat, sepse jam në lëvizje dhe do t'ju marrë përsëri. Mirë, shkojmë publicitet dhe kthehemi vetëm pas pak. Kthehemi në studio për të vijuar bisedën me avokatin Romeo Kara. Avokat, ka dhe një reagim nga ambasada amerikane, nuk e di nëse gjen ndonjë lidhje me situatën këtu, por shkruhet demokracia qëndron mbi parimin e shenjtë se zëri njerëzve ka rëndësi, nuk ka vend për pengesa, ose i përmbajt i parimi, ose jo. E sheh në ndonjë lloj lidhje me situatën në Shqipëri apo jo? Është një citat i nën presidentit amerikan J.D. Vance. Demokracia është pushtet i shumicës apo i popullit. Pra, kur njerëzit e thjesht marrin vendime dhe vendimet nuk merren nga lart. Ata zgjedhin përfaqësuesit e tyre dhe marrin dhe janë sovran për fatin e tyre. Dhe oll në demokraci pushtetin e një vend caktuar, siç është Shqipëria për shembull, edhe ne kemi me kushtetutë, e kemi të shkruar, po jo në fakt, pushteti sovran është populli. Pushteti përket këtij populli dhe forma me cilën ndryshojmë pushtetet dhe luajnë ato, janë zgjedhjet e lira të ndeshme, të parabarta dhe periodike, sipas pikës 3 të nenit 1 kushtetues. Pastaj demokracia lidhet me lirinë, siç lidhet dinjiteti. Dhe jo më kot në shumë kushtetuta, dinjiteti zë vendin e parë. Bile humbja jetës për lirin bëhet për dignitetin. Njerëzit nuk mund të jetojnë sklever të makinacioneve, pra ka të bëjmë me të vërtetat. Të vërtetat duhen thënë. Dhe këtu nuk bëhet fjalë që ai të ketë bujari për të vërtetat e pushteteve që janë këtu, ekonomik dhe politik të ndërthurur bashkë apo të krimit. Tu bëhet fjalë për të vërtetat tona, që po mbajmë në kurriz një sundim, i cili është shtrirë në të gjithë spektrin e këtij establishmenti politik dhe na është kthyer në barë dhe na ka titërsuar dhe jetën. Tani i kalojmë nga këto thonë pasaj, zbesoj se ka një formë tjetër të dy kuptim, që ne nuk e kuptojmë. Mendoj që ata janë të qartë në ndarjen e pushteteve, janë të qartë në respektimin e ligjit dhe të gjithë barabart para ligjit. Pra ne bëjmë ligje drejta dhe t'i zbatojmë ato.
nuk ka rrugë tjetër, nuk ka më me dëshirë. Është marrë vendimi, do kemi këto ligje drejta për ty në këtë ekonomi tregu, dhe ata kanë përcaktuar vetë korupcionin si rrezikun më madhor të sistemit. Që ne, në këtë rrugë ku kemi hyrë, dhe fatkeqësisht po vonohemi, shohim tek Amerika një aleat strategjik me shumë rëndësi edhe për sigurinë tonë kombëtare, po edhe për vetë sistemin, ku duam të hymë. Ndryshe pastaj bie që të udhtojmë pas një lloj direktive, pas një lloj drejtimi, pas një lloj qëllimi dhe motivimi në jetën tonë në këtë bashkësi popullsh. I bëri një pyetje shumë bukur Ermarit ku i the raportin e PD-s me Amerikën. PD-ja kishte raportin shumë të mirë me Amerikën. Unë të siguroj për të. Dhe për të ruajtur... Edhe me Berishën në krye? Tani, më le ta zhvilloj. Ndodhi non grata dhe Amerika e vuri kusht dhe ka bërë të hapur. Dhe kjo që arsye që nga kryetari një partije të madhe, Basha, rri sot kryetari një partije më të vogël, por që mendon se ka ruajtur moralin. Donë të shpëtonte pjesë PD-s, nuk donin ta dëgjonin. Nëse i qanë hallin e PD-s Berisha dhe të koalicionit dhe të Shqipërisë për raportet mira me Amerikën, ne kemi raportet shumë të mira me Amerikën. Përgjithësi si vend, Basha shkon e vjen në Amerikë, sa herë që do, dhe shef të arsyeshme apo eftojnë, por ai që nuk shkon në Amerikë është personi në fjalë. Dhe eroi jep nga vetja për të tjerë. Nëse i dhimbë se kjo PD, atëherë me vullnet thoshe unë hiqem qafe dhe ju vazhdoni, nuk rrezikoj marrëdhëniet strategjike etike me Amerikën, por duke qenë jashtë nga PD-ja, duke qenë edhe pezulluar, por mbi të gjitha vetëm deputet asgjë më tepër, që mund të heqë dorë nga mandati, e ktheu luftën e tij për dinjitet më të rëndësishme se dinjiteti i vetë PD-s, edhe interesave jetike të PD-s. Dhe është ai që futi këtë PD. PD nëse ka probleme me Amerikën, ka deri tani këtë moment duke qenë në hyjshmin e tij. Nëse ky njeri ikën nesër nga PD-ja, dhe PD-ja shkon aty ku duhet shkojë, larg ndikimit të tij, jo të votoj ky familjarin e tij nesër. Dhe e kanë bërë dhe familjarët non grata, fatkeqësisht për të, PD-ja gjen rrugën për në Amerikë, nuk ka asnjë pengesë. Por me sa shoh, edhe ky si kryetari PD-s, po dhe sekretari i tij ka shumë mundësi që të mos i ketë punë mirë me Amerikën. Se nuk dim që... Zotin Noka. Po zotëria ka vajtur dhe ka firmosur atje. Mund ta ketë firmosur, kanë shkruar kanë ardhur letrat, ose elektronikisht, njihet kjo punë, kjo metodë, por nuk di që dhe ai ka punë të mirë, ose nuk ka... Kanë thënë që është konsultuar me shumë juristë, para se të firmoste në për media gjë. Tani, ose nuk i ka dëgjuar juristët, ose ata me cilët konsultuar nuk janë juristë. Por nuk ka nevojë, Berisha ka 2 super juristë në shtëpinë e tij, që janë non grata, që kanë fituar miliona euro pasuri me këshillimet e tyre brillante deri tani, ta kanë bërë ata e besoj. Ata janë juristë që janë të pakapshëm. Por unë di që është probleme. Probleme kanë filluar, jo më kohë them, ka mbaruar motivimi i tij për fushat. Tani ai po shet armën që po i del para syve. Nuk është më e vërtetoj për Amerikanët dhe për shqiptarët, ky njeri është i zhytur në korrupsion. Nuk ka shkelur ligjin shqiptar si 1 bëjnë 2. Dhe po fshihet. Këtu është shkruar zeza në të bardhë, ai fshihet, del dhe gënjen pa pikturë para gjithë shqiptarëve, ne jemi parë. Po me këtë tallave. Çfarë i besojmë ne këtij tani? Sa i tallë atje na bën çyryk, ai tjetër atje. Ky tallët na bën për budallë. Ora e ke shkruar këtu. Çfarë është ky më? Ku jep drejt vetes ky tallët ky me ne? Tu e kanë shkruar ky është pal, nuk është askush tjetër. Thot kam një kontratë tjetër me atë. Si s'po di nga po hynë po i dalin kontratë atij. Ka tjetër, po sa ka vajtë shumë? Totale. Ka dhe një 510 tjetër, po çfarë kam thonë në intervistë nga Amerika që do të shohim shumën kam thonë që fillim. Dhe kam 2 muaj që godas fix. Dje bën 2 muaj nga prononcimi i parë për Lasivitan. Dhe kur e pyetën në raport për Lasivitan, unë po them kaq. Lasivitan këta e përdorën. Nuk e doni Lasivitan për zgjidh punë në Amerikë ligjërisht.
e doni lasivitan ratë partë ta përdoni këtu, ti thonë elektoratit, në Amerika është me ne s'ke problem me Amerikën, dhe Berisha nuk ka problem. Dhe lasivitaja, për mua e ka bërë nga sikleti, e ka bërë para faktit kryer këta. Ja ka kërkuar si ndërë, si që kërkojmë në shqiptarët, të tërheqim ato lumin tonë, ato batakun tonë. Ndërë për çfarë? Për qenë publik, për... Na duhet kjo ndihmë nga këto lasivitas ta, edhe ai ka bërë kompromis me veten për teja sa që duhet jetë. Ka një etikë dhe marrëdhënie me klientin. Është mirë që njeriu edhe në bajet e ndryshme që ka, për shembull New Yorku ka një akt të bajet New Yorkut, edhe për gjyqjet civile, edhe për gjyqjet penale. Duhet mundësisht ta ndjesh veten, të vihesh në vendin e klientit, që ta kuptosh situatën, po jo të kalosh për te një etikë të caktuar që mund ndikojnë në proces. Lasivitaja në mënyrë se si erdhi këtu, krijoi dyshime tek gjithë. Erdhi sikur ishte aktivist i Partisë Demokratike, sikur ishte bashkëkryetari i Partisë Demokratike. Ku e ke tani? U zgërdhin atë kamerë atje, me ne shqiptarët dhe me të. Pra pas ka qenë në rol. Pra as vetë si ka besuar ato që ka thonë. Ja ka kërkuar dhe i ka thonë. Po treguaj kujdesshëm që ti mohoj më pas. Për treguar që ka vetëm marrëdhënie profesionale të njeriu që konsulton, të një konsultuesi me klientët e tij. Dhe kështu po del, po dali tani kush dhe lasivitaja se ka thonë, Muri ka deklaruar që Noka ku rrezikon Nokat? Në Shqipëri apo në Amerikë? Noka mund të rrezikojë këtë dyja. Nëse do dali që aty janë para të zeza, se këta nga dalë garantu, edhe ky që ka mbushur letrat përveç Alberto Martinez e tjerë, ka thonë që ne dalim garant që ka printuar dhe këtë, dhe është mbushur formulari, dalim garant që kemi zbatuar ligjet. Se kështu nisën ata. Po tani me këtë zhurmë mediatike, do filloj hetimet e do filloj. Do shkoj Berisha, thua ti, në Amerikë, do t'i kërcej Trumpit e gjithë partia demokratike amerikane dhe thot, prejtë se, këtë pagoj ty. Ja ku Berisha ja futi vetës me suksesi më të plot, para zgjedhjeve. Prandaj tham, ky është autogol për mua ka mbaruar fushata e PD-s. Ata që ishin të lëkundur, që mendonin që Berisha ka ndryshuar dhe ka gjetur brenda vetes tij në fund të atij dëngu të krimeve që ka shpirti i tij, gjeti pak mirësi, të mos i gënjejnë mendja të votojnë Berishën. Nëse duan Shqipërinë patriotë vërtet, shokun e Miloševićit në kontraband, e të Belerit s'mund ta votojnë për patriot. Edhe tallet, edhe ato që falin detin. Ky është patrioti. Patrioti as e vjedh, as e gënjen dhe as e tall popullin e tij, as e gjakos. Patriot shok me Sudër, me Xhaferin, me Kamberin. Nuk kemi nevojë ne për deklarata patriotike kur kemi veprat anti-shqiptare. Për mua janë krime kundër njerëzimit, nga pasojat që kanë bërë. Për këtë arsye ka qenë dhe vizita ime, për këtë establishment, që ka bërë krime kundër njerëzimit në Shqipëri nëse marrin pasojat. Nëse marrin pasojat, klasifikohen në literaturën botërore të krimi kundër njerëzimit i gjithë ky largim njerëzish. Rënie dhe vrasje meritokracie, blerje e posteve, ofiqeve, krimi të shkojë jetë shembull për sukses, krimi dhe ndryshilliku, gjitha këto i kam referuar në personat veçantë, do të referoj nesër para një komiteti të caktuar në Kongres apo Senat. To janë edhe pa para fare. Nuk ka nevojë, është halli i këtij që kushton para. Kur je i pranueshëm, atje gjen rrugën. Ti si djalë i ri të shkosh, jam i sigurt, brenda 2 muajsh, duke ndjekur procedurat që kanë dhe partit, edhe kongresmenët dhe senatorët, do ta gjesh rrugën, krijosh kontakt e takim e të dëgjosh për tyre. Dhe ato po thotë ai DJ Vansi, që e tha ambasada. Zëri du dëgjohet. Pse na dëgjohet zëri diku atje që mbase s'na ka për detyrim? Pa aty ka një politikë të jashtme globale që ne përfshihemi. Aty ka disa votues shqiptar që kanë interesa me kongresmen dhe senatorë të zonës. E nuk e dim se nga kanë ardhur njerëzit. Nga Texasi edhe vend tjetër që i mundsuan këtyre të kontaktet janë kaq të lirshme atje se nuk ja u merr mendje. Mbase një drejtor këtu në Shqipëri e një ministër këtu si u hap telefonin njerëzve, sa ashtu e mësuar mos i hapin dhe atij, edhe kanë vënë këtë edukatën e shpifur që të vinë nga mbrapa në fushat, edhe të mbyllin telefonin pa pikturpi, ky që të ka marrë 2 natës 100 herë gjatë një muaji, ky të kthen kurizin, e thot, kshu e ka politika, thot, të mashtrova ta futa, thot, nuk janë atje.
Atje ka zyra, ka adres, kongresmeni, kryetari bashkisë, guvernatorit gjithë. Pra, është alli ti që kushton. Nuk kushton alli Shqipërisë apo i PD-s si koncept, nëse është e ndarë prej këtij. Do humbin me sukses, edhe i humbën vetes 4 vite për të ardhur pushtet. Kjo është fjala ime ka për dalë. E do kthehem prapë ke bashkë. Edhe ne do drejtohemi asaj deklarate shumë të fortë Ferdinand Xhaferit, që tha, nga ka quar Berisha SMS që e fshiu, që ne kemi rregulluar marrjen e Vulës. Të hetohet si është marrë vendimi për Vulën. Ju mendoni se e ardhmja do të jetë Basha në PD? Po mi më le të zgjedhin një tjetër. Po të paktën, ky tregoi që ishte më i orientuar. Ky e mohoi pushtetin e vet në atë parti, tha, s'mund të kem këtë me vete, si bashkëkryetar në IE, si tutor të partisë, qoftë deputet partisë, se ma kanë kërkuar Amerikanë. Ja u tha cop, unë e kam djegur dhe. Dhe kjo tërbua për të mos ndodhur kjo. U zu dhe udhën njëri tjetër nga kati dytë. Kjo me këtë frymë, që merr me gura kokës, edhe nga kati dytë, ata të partisë ti, me ndo që e bërë kundërshtarë politikë. A mund të themi ne ke një frymë politike me i Berisha, ne frymën e Berishës nuk e duam. Se është anti-humane, nuk ka gjë më të rëndë, nuk mund të ekzistojë një demokraci, një jetë e qetë me këtë. Kush janë njerëzit që kanë darë Shqipërinë? Berisha, Rama, kush tjetër janë? Meta e tjerë. Këta të ikem dhe me ligjë, mos merr më politikë. Urrëtien popull, kush e ndau shqiptarin demokrat me socialist? Pse mos ndahemi të devotshëm pa devotshëm, në të mirë në shumë të mirë? Kush i ndaum? Po kështu janë ndarë gjithmonë avokat. Ku janë ndarë gjithmonë? Komunist, ballist, ku komunist? Po mi më komunisti. zogist, revolucionarist. Po mi më komunisti 10-86-90, 68-ës, 8-68. Ky ishte antikomunisti, po ne nuk e kuptojmë që s'kemi shoqëri vlerash, ne nisëm me këmbë të majt. Kërkuam të rrëzojmë komunizmin, por komunizmi ra vetë, jo morë këmbët vetë, që nuk mbase s'ke pas lindur atëherë. Kam lindur atëherë. Nuk kishe fuqi ekonomike, do të mbanin ata. Ra tregu lindor, kishe me clearing, ra dhe Rumani, vrasja Rumani e çiftit Ceaușescu, ishe garanci për ne. Ai që do bënte në popull një masakër për mbaj pushtetin, ai do pësonte si ai tjetër. Ne e kemi ndjerë që ishe garanci. Po jo mërse s'kemi marrë atë shpatën, aty jam unë, që ata që kanë bërë, si këtu është veprimet më aktive në atë kohë për të ndryshu. Kjo zotëria ka ardhur mbrapa, erdhi në emër të Ramizit, aty e kanë në video, por nuk duan. Dhe kur nuk duan, tregojnë që nuk e meritojnë si forcë politike, dhe është turpi është mbrapa pasaj. Tambur, erdhi në emër të Ramizalis. Avokat, po si e fitoi garën Berisha? Edhe që vlerësonte Ramizi për detimin e brigadave partizane në ish Jugosllavi e tjerë. Dhe Ramizi, ku ka rënë burr, ka thonë, o Xhelil, çfarë më bëre? Pra ky është njeri i futur, edhe po e gëzojmë deri tani. Avokat, po pse e pranuan personalitetet të tjerë në fillimet e PD-s? Si e kujtoni atë kohë? Po pse të gjitha partitë e reja që u bën, Partia Punës ju dha nga një komitet rini apo partie, i sistemoi. Ta po merremi me këta tanët, ta kontrollojmë ndryshimin. Tu jemi akoma. Kush bën karrierë tu, po s'je i lidhur me fjet vjetra, ose po mos i përkasi këtyre, minimumi tjetë servile dhe të bëhet kurban, si që është bërë Muli për Berishën. Unë shoh kurban Muli shqiptari të preket me ju. Shumë shpejt do e shohim para ligjit. Pra këta të dëshpëruar. Pra, ky nervozitet që u shpreh në Elbasan dje, do anë njerëz gjallë. Po t'i fërgoni paktën, se nuk shtyhet ashtu gjallë. T'i fërgojnë. Mund të marrësh vota duke thënë do t'ju ham të gjallë? Kujt i detosh? Populli shqiptar po i ketë njëjtë me ty. Nuk i ketë njëjtë si ata partie, po janë të njëjtë me ty si shqiptar, janë të njëjtë me ty në krijim, si qenie njerëzore. Ku mund t'i thuash? Ju drejtua kujt? Botës së krimit apo? Po. Pra do të bëjmë prapë vetë gjyqësinë e vitit 2021, që e kemi ngritur këtu. Se nuk e sqaruam mirë atë punë, edhe prapë ta vazhdojnë, se kur nuk një krim përsëritet kur nuk ndëshkohet. Nuk u ndëshkua vrasja e vitit 2021, që bën ato grupet e mbrojtjes votës, struktura naziskine antikushtetuese, antiligjore. E tani do e hanë gjallë. Shiku jemi, në çfarë niveli politike jemi. Në vend që të shkojmë drejt një kompromisit madh, që ne të detohemi vlerave, ne të hymë në rrugë të Zotit, e të zgjedhim më të mirë, më të devotshëm.
Kush ka dhënë prova? To janë provat. Me këto skërmitje, me këto... Dhe ky dëshpërim, thashun, të regon që e ruajnë deri diku, po prapë të regon që s'kishin më as motivim, nuk kishin më as drejt fjale, moral për të folur këto një javë që kanë qenë në media. Ka një javë që ka sopuar fushata PD-s. Rifilloj me këtë skandal të Elbasanit. Pse? Se shohin që kanë do donin të zbulojnë më pas, po kanë vepruar shumë gabim. Djeke pas të tjerë, se pa thonë Romeo dhe më thonë ka pozicion të deklaruar anti-Berish. Po ke pas në Etanë Libarin, zëvës ministrë Berishës, që tha është gomarllëk me okë. Ke pas Ylli Manjanin, që tha mund noka du t'ishtë në burë sot. është kelur komplet legjislacionin shqiptar. E para për burimin financim, e dyta për numrin llogarisë që nuk është respektuar këtu, deklarimin e treta për sasinë. Si mund të mendojë që një fondacion me 3 familjar përfaqëson patriotin shqiptar? Pra nuk e di çfarë i ka shtyr që kanë vepruar kaq gabim, në vend të vënë betlla kanë nxjerr syt dhe kjo është përfundimtare. Nuk shoh dalje ligjore që mund të shpëtojnë. Nëse do ketë ligj Shqipërinë e herë, se po veprua si rastin e lobimit parë rus, atëherë ne kemi ligje thjesht sa për të qenë, edhe për bërë pazare rreth tyre, po jo të zbatojmë ato. E qartë. Avokat, shumë faleminderit. Faleminderit ju. Ne si diskutonim. Mirëmirë, shkojmë publicitet, kthehemi pas pak.